Protesta është një nga mekanizmat e presionit. Herët avon, në mos në korrik, në shtator, këti do i vinë kërkesat për arrestimin e Bilinë Ballukut. Do i vinë kërkesat për arrestimin edhe të ministrave të tjerë, edhe të zyrtarëve të tjerë të lartë. Dhe do duhet të përballet po prap me të njëjtën krizë të cilën ai kujtoi që është mangu në Pranver. Vizitës në fund të emisionit për të rikthyer fillimit të diskutimit ton, a ishte kjo vizitë në Ankara një rikonfirmim apo një legjitimim ose kërkim i rilegjitimimit nga ana e zotit Rama dhe mundësia e samitit për vitin që vjen, gjë që na konfirmoi vetëm zoti Rama se s'kemi parë konfirmim nga NATO. Tani ftesa zyrtare nga organizatorët që është presidenca turke dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka qenë për presidentin e Republikës. Është hera parë që ftesa vjen për presidentin e Republikës, sepse në NATO gjithmonë si drejtuesi i delegacionit shkon kryeministri si ekzekutiv. E vetmi rast kur presidenti ka qenë në një takim të NATO-s ka qenë 2009 kur është pranuar Shqipëria në NATO, po atëherë është marrë e gjithë klasa politike ka qenë e pranishme, duke përfshirë edhe opozitën. Edhe zoti Rama ka qenë marrë në delegacion sepse ishte një festë e madhe. Në rast të tjerë është kryeministri sepse ai është personi përgjegjës për sigurinë kombëtare mbas të kushtetutës. Ftesa që erdhi për presidentin, ti i doqi shumë dhe me arsye. Ky bëri presion presidentit sepse presidenti e ka në kontroll, ai hoqi dorë dhe sigurisht që ky drejtoi delegacionin. Ajo çfarë kërkonte Rama ta arrinte atje, jo vetëm që nuk e arriti, por e turproi. E para me këto budalliqet e tij me atletet bardha me këto. E dyta fakti që ajo vetëm që ndërkohë që liderët e tjerë shkonin në Ankara dhe bënin biseda bilaterale, takime bilaterale, Rama merrej me inspektimin e sallës asaj stadiumit të koncertit që do bëhet tani. Pra ishin dy gjëra krejtë ndryshme. Irrelevanca e Ramës u tregua edhe në deklaratën përfundimtare, kur nuk përcaktohet Shqipëria si vendi pritës i samitit të ardhshëm. Që t'jemi të sinqertë. Deklarata e vitit të shkuar e përcaktonte Shqipërinë. I referoj një deklaratë sekretarit përgjithshëm të NATO-s. E them edhe këtë. Tiranën. Dokumenti zyrtar nuk e përmend Tiranën. Çokat që i bën sekretari i përgjithshëm Ramës, jemi mësuar me çokat që i bën Marta Koso edhe këto të tjerat. Por nuk është ky problemi vetëm. Problemi është më i madh se sa kaq. Sepse e para herë nuk dihet a do ketë një summit në vitin 2027. E dita nuk dihet se kush do jetë formati i këtij summiti. E treta nuk ka një datë të caktuar edhe nëse do jetë në 2007. E ka pa qëndrueshmëria politike në Shqipëri. Dhe e katërta pastaj që a do jetë në Shqipëri apo jo, por për mua më e rëndësishme është kjo. Shqiptarëve intereson që të jetë në Shqipëri sepse, por më e rëndësishme është kjo që pati apo nuk pati summit në Tiranë, uroj të ketë, Edi Rama nuk do jetë personi që do organizojë këtë summit. Kjo është më e rëndësishme për shqiptarët. Pra shqiptarët duan që summiti të mbahet, po Edi Rama të mos jetë. Dhe unë kam përshtypjen që nëse mbahet, jam 100% i sigurt që Edi Rama nuk do jetë personi që do organizojë këtë summit, që do jetë prisi i këtij summiti.